jemi rikëthyer të ndërkohë shikues me një panel tjetër dhe me problematika krejt të tjera. E para do t'jetë çfarë po bën Rama me drejtësinë. Kohët e fundit Rama është lëshuar gjyqtarëve. Po ta keni re të nderuar të shikues, po jo vetëm gjyqtarëve, po dhe shoqatës, se ka dhe shoqatë gjyqtarësh. Shoqata dynjaja këtu, shoqëria civile, është Shqipëria është në fyt me shoqëri civile. Shoqata të panumërta të gjitha, deri dhe të gjyqtarëve, të avokatëve, të shoqata tona po e pa, të gazetarisë të gjitha këto që kemi të panumërta. Preqin që ka mund tani këtu ka qenë i pari fare, edhe me shoqata dhe me partitë. E la shpejt. S'kemi lënë një po e la shpejt. Preqi e lëshoj, ndryshe nga shumë. Po preqi i lëshon gjëra. Po, preqi i lëshon. Ja e la Sharman Shkullaku. Ja le. Edhe tjetër. Po ti e lëshova dhe unë po si lëshova. Jo, ky se ka lëshuar. Jo, po dhe se përdor. Tjetër, po e ke ati. E po kaj se janë berë tani qëtë, unë shkëti. Tani, ja le të ndjekim tani sinkron. Zoti Edi Rama për gjyqtarët. Jam absolutisht i surprizuar nga një reagim i pabesueshëm i shoqatës gjyqtarëve lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Ne do të përpiqemi jo ndoqët të nderuar të shikues, ishte kryeministri, do të përpiqemi të shkojmë në një kënd pse bën Rama këtë, se nuk e bën kot tani që del edhe thotë gjyqtarët, shoqata gjyqtarëve, gjyqtarët, njëjës dregtar. Pra, ideja edhe ime, po edhe disa kolegët mi është që ai duket sikur tani një plagë të madhe që është hapur, është bërë ma vide me metastazë në Shqipëri preç, reforma në drejtësi ka dështuar shumë, me gjithë entuziazmin tënd shumë të madh, për që dhe Amerika na ka ndihmuar të gjitha, po duket ja do ta diskutojmë. Dhe duket sikur kjo reformë tash i ka dështuar shumë, dhe ky po përpiqet tani me jot e fërkon nga lart për ta mbyllur si plagë, po nuk mbyllet ashtu. Kur ka metastaza gjëra, duhet të futur thika këto operacione gjërat për të rregulluar. Hall ta shëroj thua ti. Pa pse po shfaqet i acaruar kryeministri, a janë pagat e gjyqtarëve problemi i drejtësisë vërtet sot, çfarë prodhoi reforma në drejtësi, a ka dështuar ajo? Dhe duket mua më duhet tani që ta them popullatës se kryeministri s'ka që bën gomarit i bie samarit. Do me thënë, se ndoshta dashi është koha që edhe të pranojmë, u bë një gjë dhe nuk u bë mirë. Sigur të kesh bërë 100 gjëra të mira, po themi, dhe kjo nuk u bë. Fare. Del dhe njeriu pranon, edhe fillon nga e para. Qoftë edhe perëndimi sikur të thotë këtu vazhdoi kështu, jo se vazhdoi se s'u bë. Zoti Dashamir Shehu ndihmon sot kreu i LZHK-s dhe një paremis i njohur dhe i zoti për studiot tona. Faleminderoj shumë. Si më dakord, po e kam dhe një autokritik të që do të takojmë më dendur në ditët që vinë. Zoti Perez Zogaj, Ergjys Mërtiri dhe zoti Andi Bushati, faleminderit shumë. Si çdo të resë. Dhe studio 2 do vijoj të më ndihmoj Ermir Gjenishi, cilën folëm për Djane Gaddafit që e palosën dhe atë tashi. Pranë për të vazhduar. Gjenishi, nuk të them për e dytë faleminderit tani se tani prej disa kohësh, tha me Edi Rama është të përplasur publikisht me gjyqtarët dhe shoqatën e tyre për kërkesën për rritje pagash. Tani, zoti Dashi si lexon ti këtë sulm të vazhdueshëm të kryeministrit ndaj gjyqtarëve? Pse e ka zgjedhur këtë betejë? Dhe mbi gjitha, a janë pagat e gjyqtarëve problemi real i drejtësisë tonë? Po merrem me këtë njerë, si më thënë, drejtësinë përgjithësi. Ku ka dështu për më dhe ku është? Tu bën një reformë që presupozohet që do t'i afrojë drejtësi, si më thënë, barabartë gjithë shqiptarëve, do të bënte një ndryshim, se më thënë, drejtën sistemi ishte i korruptuar. Tani, drejtësia që është për qytetarë. Ka bënu? Ndeqe? Jo më u hapë pas dhe. Jo më mbyllë e ule zërin dhe... Drejtësia që duhet për qytetarit nuk ka lëviz fare. Bile s'ka shku pak më rapa. Pse po e them këtë? Atje në dosje
në gjykatën e lartë janë 30.000 dosje pronarësh, përfshi 10.000. Ka bërë mbrapa, thua ti. Nga kjo pikpamje. E dyta u tentu një reformë shpërndarje mbi territore drejtësisë. Edhe u largu drejtësia nga disa qendra, qytete u përqendru në disa qytete tjera, në disa qytete ka gjykatës, ka godin, disa tjera ka godine, s'ka gjykatës, mungon numri i gjykatëve, mungon numri i prokurorëve, apeli është përqendru në gjithë. Ky është halli i madh i drejtësisë për qytetarin. Pse kjo do të jetë esenca e drejtësisë. Nga kjo pikpamje, reforma ka dështu. A do kthehet mbrapsht? Duhet më kthy mbrapsht. A do rikuperu kjo që është e pjesme, duke ushtu numri i magjistratëve, duke rregullu rrogat, godinat e jetë, do ta shikojmë si bëhet përpara. Deri tani ky segment i drejtësisë ka dështu. Kush është ai që ka bërë diçka? Ato dy gjykata speciale. Se në fundit e gjithë kjo reformë u bërë rreth parë për këtë punë. Ato kanë bërë diçka. Kanë arrestu për herë parë ca njerëz që kishin një pushtet, që ndjeni veten pa prekshëm. Ky është elementi më pozitiv. Çfarë ndodh me politikën në raport me drejtësinë? Nuk shqetësohet fare për këtë punë që po them unë, jo dosjet, jo shërbimi ndaj qytetarit. Halli është ke SPAK-u, ke GKK-ja, çfarë janë to gjykata speciale. Ktu është sulmi. Edhe Rama këtë sulmon, edhe Berisha këtë ka sulmu. Domethënë, i vetmi segment që nëpërmjet kësaj turbullire të madhe çau një shtek pozitiv, kësaj janë turr të gjithë palët. A kam i disa tyre specialve të korruptuar, sa dush, jam i sigurt për këtë punë. A e bëjmë punën si duhet? Jo. Ka bërë punë shumë të tjera, si me thëmë, po ta kisha unë, po e zem dorë këtë punë. Çfarë do të bëja për të ndihmu? E kam thënë 100 herë. Do zvoglu bashkësia e hetimit që bëjnë të njerëz. Nuk mund të hetojnë to kush ka vjell ke stacioni i trenit, kush po shet drogë, ku e diun atje në Velipoj. Jo më të drejtë. Këto duhet i impenjoheshin vetëm në rrafshin këtu, politik, korrupsion e mas shtetëror dhe në ato 10 banda kryesore. Tash duke i shpërnda, këto thyen nën presionin, thyen nën peshën e dosjeve. Plus i gjenë justifikim për këtë punë, se thonë s'na lem punës neve. Unë do ta zvogloja bashkësinë e asaj që hetojnë këto, një e para. E dyta do zgjeroja numrin e njerëzve që merren këto. Qoftë se këtu për çdo gjë që shkojnë SPAK nuk bëhet kjo me 20 prokuror, bëj 40, bëj 50, pse si bën? Këto janë defektet që kam unë për këto. Tash çfarë bën politika? I turret përgjithësi, po për çfarë i turret? Drejtësisë. Nuk i turret se s'po i kthejnë pronat njerëzve. Se nuk po dënojnë ato që kanë dhunu tjerët, se kanë shkel ligji. Ja. Këto i turren sepse këto janë afru një lloj pushteti politike disa njerëzve që këto kanë menduar që ju s'keni punë me ne. Një sekondë. Merreni me tjerë. Lutem. Kjo është e gjitha këtu. Kjo është analiza që bëjmë për sektorin. Teknike. Ma thuj. Mos e lini për një kohë të gjatë mbulimin mbrapa sepse na krijohet një situatë me ekranin drita, ndriçimi mbetet aty dhe na prish punë. Përdoreni vetëm kur duhet në plan të parë. E futni aty dhe kur duhet. Kur s'duhet jo këtu mbrapa se nuk e shikon njeri. Po, vim ke ky raporti tash i kryeministrit me drejtsinë që nuk ka filluar të shërë. U bë gati një vit qur ato e kuptoj që disa prej këtyre dosjeve nuk mund t'i kontrolloj ma kë. Si duket nën presion në ndërkombëtarëve, dosjet janë kaq shumë të kopcitura. Sa që s'kan kulun, atëherë ka filluar ky lloj sulmi. Jo via kuqen qofse e mbani mend. Tash edhe kulmohet me këtë punë e pagave. Që është gjithmonë elementi më populist. Kur i thon njerëzve që marrin 600.000 lek rrogë, që këto marrin 6 milion, po duan dhe ca miliona tjerë. Sigurisht që ti ngren një dallë urrejtje ndaj tyre njerëzve, ndaj ato. A kanë drejt ato të kërkojnë më tepër? Edhe unë them,
nga jo pikpamja ime, që kërkesa duhet ishte më të moderume, po ky nuk është ky subjekti që zgjidh çështjen e drejtësisë. Ti futim dhe kolegët e tjerë. As nuk është ky halli drejtë shumë. më i madh që ka qeveria në raport me drejtësinë. Sa ai Po sepse mbulojnë janë 37 milion, thot. Bëja për gjys. pra një Bëja përpjekje, 15 milion. një përpjekje për të mbuluar pjesën tjetër. Bëja 15 Preç milion. ti si e kupton ai sa ti gjë bën tani? gjysma një ushqellës. Dashin kisha koj se kisha, po shkurt tani ti si e mendon këtë gjë. Si atë janë, të dështimit. jo, pagat e gjyqtarëve tani po flet ai, po vërtet, po në fakt ç'është në realitet kjo gjë? Si e percepton ti? Unë e perceptoj kështu që kryeministri s'ka punë aty, për mendimin tim. Jo aty jo. Te Bën me një qëllim ai. e di- Shiko, se këte kanë thënë në shumë studio dhe këtu ne e mbarojmë në qoftë se nuk do diskutojmë këtë problem, do diskutojmë pse e bën kryeministri këtë. Dakor, po Po. them që kryeministri ka ngritur një fushat denigrues edhe me fjalor edhe bullizues, edhe më shumë se sa bullizues, me akuza, me epitete, deri edhe me gjakpirës, duke përdor kundër. Gjakpirës të gjyqtarët. Gjakpirës tha, po. Atë janë gjakpirës, po jo për këtë punë. Prit pra, po. Pra e ka lëshu gjuhën, domethënë, ku s'mba, kundër një komuniteti që kanë shtruar një kërkesë, si që mendojnë vetë. Dhe tani del kryeministri thotë, si guxoni ju të kërkoni një gjë që mendoni si ju takon. Kush është absurde. Ata s'ja kërkojnë kryeministrit, as mund t'ja vënë vetes ato rrogat. Ja kanë kërkuar gjykatës Ke shumë drejt, po pse e bën ky këtë? se e bën. Se këtu do jemi ne, nuk do ikim nga ky momenti. Dakor, po s'tam këtë është, ai është në Po e dim për atë gjithë që ai kanë qëllim që e bën. punë të huj. Qëllimin do të Ai përpiqemi të për temi. mendimin tim, herë ta fiksojmë këtë domethënë. E fiksuam. Do është të tjerëve që pse ju po përdorni S'ka të drejtë ta bëj, jemi okay. Tani po pse e bën? unë mendoj që është i frustruar në tërësi, është pjesë e një frustrimi të përgjithshëm të kryeministrit ndaj drejtësisë, e cila ka filluar prej kohësh, jo vetëm tani, që në disa plane të dëshmojë atë në pavarësi ndaj pushtetit ekzekutiv. I ka dalë nga duart për ato pjesë që ai ka menduar se mund ta ketë. Drejtësia jon thua ti. Po, Okej. po. Bile edhe gjithë retorika që ka ngritur kryeministri për krizën e drejtësisë në tërësi është pak arbitrare sepse bën bash barin e njohur me të thatin. Edhe tani po mendojnë që t'ja vëmë flakën të dyjeve. Bari i that ka bar të that shumë, po e them në figurative drejtësia, sidomos në pjesën poshtë që ka të bëjë me stoqet, që ka të bëjë me vonesat në përdhënien e drejtësisë. Por këto janë çështjet e administrimit të drejtësisë, që duhet i kishte zgjidhur vetë parlamenti që në kryet herës. Kur u pasë do kishte boshleqe nga vetingu, do kryoshin shumë boshleqe, me njëherë, si që ka një skote e fundit, pushteti legislativ, Ministria Drejtësisë duhet mberte masa për të plotësuar vendet vakante. Duhet mberte masa në njëjtën kohë për disa çështje për t'i kaluar në forma tjera shqyrtimi, si që janë arbitrazhi, si që janë ndërmjetësimet. Pra, ata e lanë shumë asdore këtë pjesën e stoqeve, dhe ky është problem që është krijuar, që duhet afrontohet pa diskutim, por, si që tha dhe Dashi dhe mbyll, reforma në drejtësi, për definicion, nuk është bërë për zgjidhje të problemet e vjedhjeve të vogla që bëheshin për problemet e mospagimit dritave, është bërë për të luftuar pandeshkueshmërinë në sferat e larta. Në 0,3% të spaku. Po, pra, reforma në drejtësi... I ndajmë. Reforma në drejtësi është 100%. Spaku ka vetëm 0,3%. 99,7% është drejtësia për ty preç, për mua, për të këtu dhe për të gjithë populatën. Dakor, po flasim për këtë. T'ja ulëm kolegëve tjerë. Ja pra një minutë. Jemi në rregull, mund t'i këtë mendim ke. Unë po flas për reformën ylli, reformën në drejtësi sui generis, është quajtur sui generis, që s'e ka bota. Po s'e kam thirrur për këtë punë sot. Jo po them. Sui generis të kam thirrur për të gjithë. Kjo reformë ka pas gjithë të johon dhe u votu me konsensus, por me presion të madh. Preç do ta bëjmë këtë emision sot. Për vendos pandeshkueshmëri nga kjo pikpamje nuk ka dështuar. Drejtësia për mua preç, unë kam këmbgulur gjithmonë në këtë studio.
drejtësia është shumë e gjerë se Po pra kjo paku. pjesa thatë, po e thash, nuk ka probleme poshtë. Por e drejtësia është dhe për mua nuk është. Është histori Ka e bërë apa madhe. mbrapa, o të Është preq. histori e madhe. Për mua, suksesi jo. Për të normalizuar Jo, lere ma të, Kur ka duhet ndodhur? muajt i resti direfat me djonti në gjykatë burë, asë më intereson fare. Po që se unë jam në hall dhe nuk zgjidh asnjë problem timin me drejtësinë, Pjesa tjetër as duat ati fare pra. Unë nuk ndahem, Jo, për mua mo. këtu, të kjo Mos pjesa ndau mo. Jo s'ndahem unë me ty. Ndahet. Për Nuk pjesën ndahet, që në ka rregull, poshtë, jam prof. dakord, duhet Jo ndërhyjë. pjesa poshtë, pjesa e gjithë pjesa popullit. pra- po Se përse pjesa- luftohet pastaj. Pjesa e për të gjithë 99.7%. Bushat, Tani, të mbetemi te tema, ha? pse e bën Rama këtë? Se Rama ka disa muaj që është futur në një kurs që t'i kritikoj disa vendime të drejtësisë. Gjë që nuk e ka bërë përpara. Pra, përpara thoshte ne jemi forca që i mbështesim, ne s'bëhemi kur pënges për këta. Dhe tani, që në një farë mënyre të justifikoj një lloj ndryshimit lehtë qëndrimi, i duhet edhe një retorik që ta mbushi këtë. Dhe kjo është ajo që bën zakonisht Rama me gjithë. Pra këta gjyqtarët janë sa njerëz që duan lek për vete e kë, njollosja në mënyrë që ta kesh më të lehtë goditjen më pas. Pra, kjo është pak a shumë sipas në optikën time pse po e bën Rama. Tani, unë jam nga ta që them si Spaku, si GKK-ja, si gjithë reforma qartësisht. është një dështim kolosal kthim ke drejtësia e plepave të Sali Berishës 93-shin. Në këtë kuptim, a është Rama njeriu i cili duhet ankohet nga kjo drejtësie e reformuar, kjo e bën akoma më hipokrite qëndrimin e Ramës. Se nga kjo drejtësi e keqe për 2 milionë ca shqiptar, i vetmi njeri që ka përfituar dhe ka forcuar regjimin e tij edhe përmes drejtësisë, siç e ka forcuar përmes mediave, përmes bandave, është Edi Rama. Pra, përfituesi këtij shtrëmbrimi, kësaj padrejtësie është Rama. Dhe prandaj kjo duket hipokrite se tankohet i vetmi njeri që nga kjo drejtësi ka përfituar, këtu ka pastaj një nonsens, do thoshë. Mërtir? Po shiko, ka disa arsye mendojnë. Disa janë dhe nevojë politike për propagandë dhe për të spostuar vëmendjen. Shumë, duke qenë se sot gjithë merren me Ramën, me akshin, me skandalet e tjera, ai kërkon të skandalizojë njerëzit me gjëra të tjera, për të thonë shiko, se po ju pin gjakun këta që marrin rroga, e ku diun, dhe i ndërsen njerëzit kundër një pushteti tjetër me qëllim që të spostohet nga vetja. Për shembull, njerëzit sot S'ka drejt fare ta preçi ta bëj, dhe kjo është e vërtetë. Si s'ka? Jo, s'ka drejt ta bëj këtë gjë, që po e bën për këtë qëllim këtu aty para. Jo, e bën me qëllim politik që njerëzit mos urrejnë vetëm Ramën, të urrejnë edhe ca të tjera dhe duke shpërndarur urrëtitjen këtu përfiton ai, domethënë një prej gjëra. Njëra arsye. E dyta është sepse në profilin e tij si politikan ai është lider misionar që do të shfaqë si po shpëton popullin, janë këta gjakpirësit që po ju marrin nga buxheti i shtetit miliona euro dhe unë po luftoj me këta për të kthyer parat popullit, domethënë. Ndërkohë që në fakt ky i ka rritur pagat miliona euro akshit që jo që s'ka bërë punën, por na ka vjedhur më shumë se çdo institucion tjetër. Dhe ndërkohë që janë halli se po marrin rrogat mëdha këta, të cilët vetëm nuk kanë bërë punën, që janë gjykatësit. Por nga ana tjetër është dhe një gjë tjetër mendojnë që Bushati tha dediku që pra në një farë mënyre është ajo gjuha që vetë ke dhëmbi që dhëmb. Pra domethënë problemin ai e ka me drejtsinë dhe ai kërkon të parapragatis mendjet e qytetarëve, e njerëzve, me idenë që kjo drejtësi nuk është ajo që duhet. Kjo drejtësi është problem, kjo drejtësi është do thot nesër kanceri i vendit, se me këto terma flet përgjithsisht. Pra që do thot përpiqet që ta dobësojë drejtsinë që kur ti duhet ta sulmojë dhe ta godas akoma dhe më shumë. Por ka dhe një arsye tjetër mendojnë që është dhe nevoja për ta kontrolluar, duke i bërë presion me pagat. Ai i thot dhe gjykatësve që në fund fare mund të heqë dhe rrogën ty, pra të sulmojnë nëpërmjet pagave. Që ka një gjë, arsyeja pse nuk e ka Rama në dorë sot me ligj të drejtën për t'i vënë pagë gjykatësit, është pikërisht sepse paga është një instrument kontrolli për pushtetin gjyqësor. Dhe duke qenë se pushteti gjyqësor është pushteti pavarur, ligji
kushtetuta ja ka hequr nga dora e qeverisë të drejtën për të vendosur pagat, pavarësisht se qeveria, ekzekutivi ka në dorë buxhetin dhe shpërndan ka arkën e shtetit. Po do e ndryshon ligjit. Sigurisht po do e ndryshon, Do ndryshon ligjit. por në thelb pagat nuk i ka ndorë kë. Kështu që ai e përdor pagën për ta kontrolluar pushtetin tjetër. Se ndryra për shembull dhe te preshi dy herë. Ju ti mund të gjëra shumë të drejta të vërteta. Unë për këtë janë arsye, për arsye. Ja, po e ngreni një plan. Unë po e bisedoja me Bushatin si tashinim këtë dhe një kolegu ynë tjetër, në nënvizonte një gjë që ne ishim, edhe unë isha dakord me këtë ide, duke lexuar dhe Bushati dhe gjithë. Thelbi i problemit, thot një kolegu ynë, që unë jam plotësisht, është që reforma ndërsi ka dështuar. Që të bësh betejë me një smundje që i ke shkaktuar vetes, Edi Rama dhe të tjerët, politika shqiptare i ka shkaktuar një smundje, ka ndërtuar një reformë në drejtësi që ka dështuar. Ku? Në cilën pika, si do në kështë është shumë... 99.7% e drejtësisë ka dështuar. Ti nuk shkon dot në gjykat preç. Ti nuk shkon dot të marrësh një dokument. Në qoftë se ti ushqehesh me idenë çfarë po ndodh me vetëm me Sali Berishën, me ato 0.3% të Nuk është ky halli i Ramës, pse njerëzit por është halli ynë, ndaj ju kanë thirrur. Po, dakor, por Rama nuk halli ynë, po them. Por Rama nuk e bën për këtë. Në qoftë se doni ta diskutojmë, hajde ta diskutojmë. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh të shqiptarëve. Ka dështuar reforma ndërsi zotri. Ktu nuk ka reformë. Por Rama se bën për këtë mo, si u bë vonë Rama se dështoi reforma. Rama ka hallin se një pjesë e reformës po godet Ramën, po aty as janë ndjem fare që qytetarët marrin drejtësi. Ja, thotë Rama, sillet sikur reforma ndërsi është në rregull, po e prishë punën e pagave që kërkojnë gjyqtarët dhe prokurorët. Në fakt ata janë të vetmit njerëz në Shqipëri që nuk e dinë sa e kanë pagën dhe janë pak e çuditshëm që bëjnë sikur e llogarisin thotë. Domethënë. Ata thënë se pasin vetë pagën. Ata pagën se din fare sa e kanë, se disa e kanë apo shumica. Tani problemi është shumë, unë po ju them, shiko, unë i pres të lutem, edhe ndërhyra dhe kolegut. Po them një gjë shumë thjesht, a mund diskutojmë në këtë plan që reforma ndërsi ti e një si sukses o zotri, po pyes dhe kolegët e tjerë. Jo, se ka për shembull, unë pajtohem më përgjithësi me konkluzionet dhe me çfarë thot Bushati, me përjashtim të kësaj që s'paku s'ben thot ky se po se mori Edi Ramën, edhe Edi Ramën nuk e merr ai. Jo, unë them se e kontrollon Edi Rama. E kontrollon, po, e kontrollon Edi Rama. Jo, ai thot po s'goditi s'paku Rama, po. I bie që e kontrollon Rama s'pakun. Por tjetëri thot, për dikush tjetër thot që ka gabim me Erion Velienj, s'paku. Ose dikush ishtë në hall tjetër thot e ka me filanin, me një emër tjetër. Unë po themi gjë tjetër, edhe s'paku hajde ta futim këtu, çfarë është duke bërë gjithë. Po ne po themi që drejtësia në përgjithësi, duket sikur ka dështuar drejtësia, ka dështuar, jo, ka brapa mbrapsht, reforma. Se reformën në drejtësi do thot të jetë reformë për të gjitha më preç. Po pra se, jo vetëm për... Këta qa bën, këta vonuam... Ja dhe Gjinishi të na jap një ndihmë. Si e mendon edhe ky, se ky është marrë dhe me politik. A është? Gjinishi? Nuk është. Po, jam. Po i sekond që po bëna, po pilaf Gjinishi? Po, jam. Po jo për në lidhje. Hap një kamerë. Po. Pra, si e mendon ti tani këtë gjë? Atëherë, kemi dy gjëra. E para, retorika e Ramës. Unë mendoj që nëse ka politikan i cili ka akses në këtë të ashtuquar të drejtësi të re në Shqipëri, aq sa ka, ai është vetëm Edi Rama. Edi Rama është vetëm politikan i lartë i këtij vendi i cili ka akses. E dyta, retorika e Ramës, njeriu i cili e ka kapur drejtësinë e re shqiptare, kërkon vetëm të kamuflojë produktin e tij. Ka një thënie shumë bukur tek latinët zoti Rakipi. Thot kështu, një pushtet i fituar me pa drejtësi nuk mund të krijojë drejtësi. Dhe Rama është njeriu i cili ka vjedhur disa palë zgjedhje dhe të mendojmë që Rama insiston dhe është i sinqert për të krijuar një sistem drejtësie funksionale në këtë vend, kjo është një gënjeshtër e madhe të mos gënjejmë edhe veten tonë. Tani, pse themi që ka dështuar? Po është një sistem që kanë votuar edhe opozita. Po sigurisht edhe ka dështuar. Po pse opozita kur ka qenë pushtet dhe kur ka fituar zgjedhjet, nuk e ka fituar prapë me vjedhje në një mas pak më të vogël, kur janë bërë zgjedhjet ndershme në këtë vend? Pse mos e shohim kastën politike 35 vjetë që nga fillimi deri sot, një palë zgjedhje kemi pas pastrane, ku nuk është diskutuar asnjëherë. Pastaj filloi zgjedhja dhe zgjedhja si një virus u përhap nga një parti tek tjetra, nga një mandat tek tjetri dhe kështu me radhë. Nuk ka sot parti, qoftë ose më mirë po themi,
qofte majta dhe qofte djatha dhe kërkojnë ndjes Zotit Shehi, i cili ka qenë viktim e vjedhjeve sa të djathve ti edhe të majtëve kundërshtar, po kjo është realiteti shqiptar. Kjo është e vërteta. A ka dështuar reforma në drejtësi? Reforma në drejtësi, Zoti Rakipi, është një eksperiment i dështuar që nga fillimi. Për këto arsye që përmenda, po me qenë se Zoti Zogaj donte disa fakte, unë po mundohem Atë cilat janë se kisha dhe unë problemet reale që ka shfaqur reforma në drejtësi, pas kaq vite zbatim. Atëherë po të përmend 3-4 gjëra që besoj do bim dakord. E para një ajo që përmendet që kaloi pak kështu tangentisht 0.3% cilën mbulon Spaku sepse janë këto politikanët e lartë. Kjo është 0.3% e Shqipërisë, e popullit shqiptar. Çfarë bëhet me 97% shqiptarëve? Ja ju them disa gjëra. Ja 97%. Ja ju them disa gjëra. 0.3, 99.7. Po, sakt, 99.7, po ke drejt. Atëherë, mungesa e funksionimit gjykat, a është ky realitet apo jo? Gjykatat shqiptare pothuajse janë jo funksionale. E dyta, se kemi harruar të flasim prokurorin, ne kemi harruar emrin prokurorisë. Ku është prokuroria shqiptare? Me çfarë merret prokuroria shqiptare? 0. 3. A kemi apo nuk kemi rritje të barës apo të ngarkesës së çështjeve? Dosjet në gjykatat dhe në prokurori janë bërë pirk, që do të thotë, kjo reformë nuk krijoi instrumentin që ta zhbllokonte institucionin, se reforma nuk është vetëm Spaku, është shumë më e gjerë se sa Spaku. Spaku është element shumë i vogël. Dhe ne jemi përqendruar dhe ndoshta ky është dhe kurthi i politikës dhe i pushtetit. Rama godet Spakun dhe ne merremi me Spakun. Çfarë bëhet me drejtësinë përgjithësi në Shqipëri? E treta, Zoti Rakipi, kush është perceptimi i korrupsionit tashmë me këtë reformë ose tash të quajtur në reformën së re? Kur themi perceptimi, flasim jo vetëm për analizat, por edhe për popullin e thjeshtë. Se duhet ta pranojmë këtë pjesë. Një pjesë e analizëve janë atashuar mik. Një pjesë i ke pro pushtetit dhe një pjesë mundohen të jenë neutral, një pjesë shumë pak i ke kundra pushtetit. Janë të kapur, duhet ta pranojmë këtë pjesë. Perceptimi është negativ, Zoti Rakipi. Qytetarët e kanë humbur besimin në reformën e re dhe në institucionet e reja të krijuara produkt i kësaj reforme nga bashkëpunimi i majtë dhe i djathtë. Kjo që çudia më e madhe, si bashkëpunojë majta dhe djathta për këtë reformë, kjo është një çështje tjetër. E dyta, ke tregues, ke bashkëpunuan, jo. I bashkuan vota. E majta dhe djatha e penguan dhe nëse sot Jo, këto edhe një herë, këto i bën votat bashkë. Megjithatë më lejo ta mbaroj edhe dy çështje dhe vazhdoj vetë. E treta, jo ta mbaroj idenë dhe diskutoj sa dush pastaj. Kjo reformë, e cila u krijuar për godit korrupsionin, tani shifrat e korrupsionit janë ul apo janë rrit? Ne kemi një korrupsion galopant institucional i cili vazhdon rritet. Dhe akoma vazhdojmë diskutojmë, a kemi reformë funksionale apo jo? Reforma është eksperiment i dështuar, Zoti Rakipi, dhe sa më herë ta pranojmë, aq më të gatshëm do jemi dhe ndoshta do nxisim për të bërë ndryshimet e duhura që të kemi institucione drejtësisë të pavarura dhe funksionale. Një sekondë. Jo. Unë kam se më foli për mua. Jo, thash me qenë se u kërkuan disa referenca, unë përmenda disa referenca. Problemet të tjera që ka shfaqur reforma, përveç këtyre që ta gjinishi, kemi të thotë ndonjëri? Më fal, a mund të them edhe një të fundit, lutem Zoti Rakipi. Vettingu është fytyra më shumtuar dhe më hipokrite e dështimit total të reformës. Njerëzit të cilët nxorën jashtë sistemit, prokuror dhe gjyqtar, vetë u emëruan jashtë kritereve që ishin vendosur. Janë tashmë të vërtetuara lidhjet nepotike me politikën. Dhe u kthye vettingu në një mash politike. Dëboi nga sistemi gjyqësor dhe prokurorit njerëzit që nuk i pëlqenin pushtetit sotëm dhe la ato njerëz që i vinin pas pushtetit. Dhe kjo është e vërteta, duhet ta themi. Përveç këtyre që citoj Gjinishi, kemi moment tjetër ku reforma në drejtësi ka dështuar, sipas jush, për të kaluar pastaj te një pikë që është gjithmonë po bushat? Mos u merr me Spakun. E kupton që këta palaço na kanë bërë ne këtu diskutojmë 2 vjet në studio, i takon PD-ja Enkeleda Libejait apo jo. Se jepte drejtësia, non stop vendime janë këto PD-ja, shkonte Juri Kimi, këto janë PD-ja, e kupton? 2 vjet është marrë gjithë ky vend që mos PD-ja është Alibes. Po pse reforma solli këto? Do tjetër?
sot ata gjykatës që ishin korruptuar madje. Do tjetër. Që ka heq vetingu. Gjykata apelit, gjykata lartë, to janë marrë sistemi që kemi pas. Ai sistem. Nuk është gjyqtarët e Ai drejtësisë reformuar e bën këtë. Bën ata gjyqtarë që ishin. Ai sistem. Ai që ka qenë. E para. Disa gjyqtarë që kanë kaluar vetin. E dyta. Kjo... Apo do Jo, vazhdo. mjafton. Vazhdo. Po edhe mos ndërpret. Jo, po se ti qesh tani, po ju e ndërpret. Bushat. Po, dhe hyt në një debat. Okej. Po të vazhdoj Bushat, po. Se duket si estradë pastaj. Shife këtë rastin e kësaj, mama. Irena Gjoka fiton falso vetingun. Të riqet ai, komisioneri shkallës 2, kur dihet si e kishte dosjen. I kanë dalë gjithë letrat. Është njeriu që ka bërë gjithë gjyqjet politike në këtë vend. Dhe s'është puna, sa ajo mund të jetë kamikaze. Në drejtën e vet, vlla do të jetë kamikaze. Po kamikazliku kësaj tregon që s'funksionon as prokuria e përgjithshme, jo SPAK-u. I duhet 2 vjet të jetoj. As Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, që mori atë vendimin e turpshëm. Pra, kemi një drejtësi të kapur totalisht dhe kur i bëjnë gjërat dhe shkeljet aq flagrante për gjëra që janë syt publikut që diskutohen media, mendo që bëjnë këta pastaj qytetarit të thjesht në heshtje. Dhe unë, kur nuk mere me SPAK-un, them këtë oret, sa vjetë u bëj që në 2016. Ore më thoni më gjeni një me numër 1, për shembull një qytetar që të ketë pas një konflikt toke, për një pallata, për një ndërtim në jug, me një oligark dhe ta ketë fituar. Se kjo do ishte drejtësire. Po. Zero shembuj. Pra, Se më kanë shkuar oligarkë, më kanë shkuar në hetim, jo, po SPAK. Po them, I ke këtë nuk ka bregdet aty që i kanë kapur një tuf, që janë dhe në lidhë me politikën. por zero. Po këto më Jo, ta mbaroj. Po gjatë ka është politikane, Po, s'është mirë, po, oligarke edhe po dhe nuk është... Po flasim për drejtësinë përgjithësisht. SPAK-un do ta specifikoj tani. Po për SPAK-u po fletën. Do me thënë, jo, po këtë rast se kisha për SPAK-un, ne kisha një biznesmen i madh për një konflikt ore. Me Një punëtor që bie nga skela dhe vdes dhe të mbaj dikush përgjegjësi. Do me thënë, këto kur e bëjnë zullumin aq hapur për çështje që janë sytë e publikut, për çështje që për shembull, gjykata në këtë rast mund dalë në përfundimin mund ta debatojmë këtë. Ravet. Do të bëjmë një dallim. Domethënë, se të gjitha këto që rreshtohet i qëndrojnë, po a i solli reforma këto apo ishin probleme që ishin? Dhe reforma nuk e eliminuar. Reforma bëri më mbrapa, i çoj probleme më mbrapa. Ne kemi drejtësi po aq të keqe përpara, po ndërsa përpara, para reformës, i thoshte dhe Ramës dhe Nanos dhe Berishës vidhni se jeni të paprekshëm, tani është po kaq e keqe, Dalim prapë të SPAK-ut. por po e përdor politika vetëm për të njëjtën palë. Dhe kjo drejtësi ka fuqizuar di Ramën, ka që thjesht. Bushat, domethënë që unë jam dakord me pirgun e dosjeve që nuk janë hetuar dhe këtu ka shumë drejt ylli, këtu është një skandal i madh. Dhe ky skandal ka ardhur sepse këta, Rama, Berisha, e kanë penguar, madje edhe PD që ishte, e kanë penguar këtë reformë që të zhvillohet në kohë. Se duke qenë se kam pas frikë për vetë në vetë. Në kohë në hapësirë, ai e merr gjykatën dhe ato i sjellën në Tiranë. Ne me vite pa gjykatë lartë, pa gjykatë kushtetuese. Pse? Sepse nuk ngrihesin institucionet e reja. Tani në këtë e kanë penguar. Pra. E ka penguar se gjitha ato djegjet që bëri Vetingu nuk dogji vetëm njerëz të korruptuar, po dogji dhe njerëz duke u nisur politikisht dhe sot i ke shembujt flagrant, prandaj ta përmenda Irena Gjoka. Dhe ti kur djeg njerëz politikisht... Irena Gjoka për mua është muhabet politik më shumë, nuk është një... Unë nuk e di, nuk kam hyrë me otësi, por nuk shoh një problem të madh aty, se nuk... Me sa shoh unë, aty diskutohet për një problem që ka kaluar kufirin, e ka bërë me vizë falso, po jo, këtë nuk e dim se ka një vendim ajo se ka ditur. Këto merret Berisha se ka hallin që të godasi... Meru ti, se tani nuk thuash dhe se njoh, po së gjë e madhe. Jo, o njeh o se njeh. Po se unë nuk mund... Pra, aty janë një... Ne nuk ndim dosjen, realisht. Po pra unë e kam parë. Kam marrë mundimin, e kam parë dhe prandaj e sjell si shembull. Dhe aty janë djegur njerëz, prokuror apo gjyqtar, se si kanë pranuar që i jati t'i jepte parat birit, i ketë pa justifikuar. Po pra, ke parat. Po, kurse njerëz si kjo,
në formularin e dekriminalizimit Ta e ka thot, ngënjur nuk e kam ditur, hapur thot Molla. dhe Tani kjo duhet e tuar, e ka ditur se ka ditur. Tani hajde se gjetë. kanë dalë dokumentat. Pra, Dokumenta që ka pas avokatin. po derisa ke marrë Po avokat, avokatin se ka... do me thënë Po e që dim që e ka pas për këtë, apo për... Po pra se ka dalë letra për qa i ka bërë noterinë avokatit. Do me Tani, thënë, mos mbrojmë të pambroj. Okej. Për faktet nuk se gënjejmë. Nuk e kam, shiko, nuk e kam tek ajo, e kam tek, domethënë tek fakti që kur flasim për drejtsinë e re, ne do të diskutojmë pjesën risi të kësaj drejtësie. Pra ka dy probleme që ka sjellë drejtësia, ose dy gjëra. Një, pirgun e dosjeve të cilat nuk janë shqyrtuar dhe kjo ka sjellë vonesa në gjykim të cilët vërtet ka një kosto të madhe dhe të tmerrshme madje për qytetarët. Por nga ana tjetër, kemi edhe këtë pjesën tjetër që po hetohen sot për herë të parë, që është pjesa e SPAK-ut dhe GKK-s, njerëz të cilët deri dje kanë qenë paprekshëm dhe kjo drejtësi e re i ka çuar ata përpara përgjegjësisë. Pra kjo drejtësi e re ka rrëzuar mitin e paprekshmërisë dhe njerëz shumë fuqishëm tallur me mitin e tani zoti Po mirë më fal, gjithë njerëz ish ministra që janë nëpër burgje. Okej. Po kjo po tremb Ramën sot molla, kjo drejtësi. Kishte gjë tjetër për këtë. Unë gjithmonë prandaj krahasoj me atë drejtsinë e plepave. Pse u korruptua drejtësia e viteve 92-94, se ishte i drejtësi që e komandonte Saliu dhe thoshte duam burg Nanon, duam burg Idajet Beqirin, ata i bënin shërbimet dhe pastaj punonin pjesën tjetër për xhepin e vet. Një drejtësi që e komandon politika edhe fundin do e ketë korruptuar. Dhe ne po shohim të njëjtën fabul të përsëritur në mënyrë tragjike. Po më them s'është e njëjta gjë. Po për mua është më keq. Kjo sa ajo tjetra? Se plepat, po. Po mirë, cilin zëvendës kryeministër ka dënuar plepat apo? Ore nuk zgjidhet asnjë gjë. Po të shkosh për një Bëjmë problem. gjëra ndryshme, këtë po them. Ore, problemi një prone, oj dashur. Problemi një prone, është një problemi etik për një qytetar. Drejtu, jam me ty këtu. Po janë shumë këto. Kjo është njëra pjesë. Dhe reforma këtu duhet, mo, Tek pjesa jo të vi Marizalin, kjo Jurikimi, dhe thot bëj këtë se duhet kjo. Bëjmo dhe atë. Po kjo ti nuk bën thelbësoren. Ty të ka dështuar, zotri, ajo që quhet reformë drejtësi. Këtu ke të drejtë. Reforma për popullin shqiptar, për 99.7%. Dashi? Ajo që po thash më burrë, ta mbyll pyetja tjetër është kjo. Drejtësia. Ta mbyll një fjali që me që e shtrove këtë. Po mbyllem po. Jam plotësisht dakord në pjesën në pra kjo drejtësi e re ka vonuar gjyqe të cilat kanë sjell kosto të tmerrshme për qytetarët. Por ne nuk mund ta akuzojmë për politizim këtë drejtësi të re. Pra kjo drejtësi e re për qytetarët ka rezultuar problematike. Kemi diskutuar. Po për politikën ka bërë sukses pa imagjinuar. Diskutimi tjetër që s'kemi qenë dakord, kemi pasur mendime të ndryshme a është pak dashi se ti ke munguar për një kohë shumë të gjatë dhe pastaj kaloj të kolegë tjerë, një përjashtim pozitiv në drejtësinë që kemi sot. Në këtë si drejtësi që është bërë, a është pak një përjashtim pozitiv? Apo funksionon s'pak edhe s'pak me njëjtat probleme logjike si pjesa tjetër e drejtësisë, apo është ndryshe? Bushati ka mendimin që një lloj është. Unë mendoj që shpari paka shumë i përmblodha këtë punë. Ta thash, SPAK-u për mua do ishte shumë më eficiente, shumë më i mirë. Sigur, ato ligje që i kemi bërë ne, t'ja reduktojnë fushën aty ku vepron SPAK-u. Një. Ose ta zgjerojmë SPAK-un, po deshëm me mbulu këtë punë. Nuk mund të rri prokuroria tjetër pa bërë kur çdo letër shkon SPAK, shkon ky atje. Sepse ky të thash, po e përsëris dhe herë atë që thash parë se mendova që është kuptuar. Atje çfarë bën ky? E përkul SPAK-un në çështje administrative, të letrat kota, i jep dhe justifikimin më mos bërë kur gjë nga herë, se nuk ka se kanë një dëshirë të madhe ato prokurorët, fusim këtë ato çështje të rrezikshme e para punës. Por gjithsesi ka dhënë një sinjal pozitiv që nuk e ka pas Shqipëria. Tash e ka dhënë SPAK-u se këtu janë mbledh burrat e mirë Shqipërisë, nuk e besoj. Se shqiptarët mesatarisht këto janë që janë. Edhe nuk janë dhe shumë mirë, me thënë drejtë. Atje. Më shkruan... Prit, po të them, tash, ma leze, bo e dytë që po i hyë më thellë kësaj. E dyta është që ky SPAK-u fatmirësisht, që fatkeqësisht për kombet sovrane, dinjitoze, drejqet tonë, influencohet nga të huaj dhe është në presion të huaj dhe në mendimesën e të huajve dhe me bështetjen e të huajve.
Ta shi këtë mbështetjen ti mund të qush presion, mund të veja emrin nga kënd vështrimi që e shefti. Unë them që pa ato do ishin rëdzu. Pse? Nuk qëndron institucioni i pavarur në këtë ambient që është Shqipëria. O e kërcënojnë kriminalet, o e blem politika. Dhe në qofë se kanë bërë ato 4-5 gjeste që janë bërë deri më sot, të jeshi sigurt që i kanë bërë edhe në presion në të huajve me dosje të ardhura atje, kuptoti që i kanë thënë, ja, shqipini të shikëtu, jeni grupë prokurorës, kësajt nuk keni çfarë mbuloni. Dhe kësajt i trëmbet politika shqiptare, nuk i trëmbet pa drejtësisë që është bërë me dosje, me pronat, me vjellë. Që ku që ka vjellë ato toka? Thjesht gjykatësit e prokurorët, politika i ka vjellër, njerëzit e pushtetit. Ato i kanë shpërnda, ato i kanë vendosë dhe tash e detyrojnë qytetarë që ta gjejë drejtësia aty. Që kjo është muhabeti. Prandaj ta thash, qoftë se ka një gjë pozitive është kjo. Që sulmon politika këtë. A i keni gjune e këto dy shefët e mëdhej politikës, si thonë ato Maskarej, kanë lënë dosjet e pronarëve atje 30 vjetë. Pa thonë. Ato Maskarej nuk marrin vendimet e për këtë punë. Jo. Ato i turrën me gjithë mbi emrat e drejtësit tanë që po them mund të shik. Kur ato i afrojnë domenit tyne politik, kur rrezikojnë këto, kalamajt e këtyne, ambienti ekonomik që kanë për qark vetes, atëherë këto bënd qi. Atëherë këto duan pavarësinë, që jemi shtetë sovran, që jemi të pavarur, që këto fillojnë dalin gjithë të prallat e vjetra shqiptare. Aty në fakt janë një grusht prokurorës. A janë më diturit ato, a janë më të zotë, absolutisht jo. Se një gjëshë e natë kur zjodha atë e krye prokuror. Jo, po nuk i lidhë të lafet mirë. A thu se duhet ishe intelektuale. Por intelektual vejmë këtë ne. Atje prokuror. Vejmë blushin prokuror. Thapit dosje që rrotulloj. Ku e di unë to që shkrujnë libra. Vejmë blushin e po? Ku e di unë ka thoti. Atje prokuror. Nërsa ato pra janë prokurorët. Ato po hapin shqyqër zotit, kanë cakur ajo, kanë dhe i farë mbështet. Ta shi qëfar bën politika. I thot të Maskarej mirë që kanë marrë i tufë rogës, thot. Po du dhe i qikë më të mëdhaj, thot. Populli është pa bukë, thot, kryeministri. Ka thot 37 milion kërkojnë to, thot, do ju hekin qerdhet e kalamajve. Pëptoti, që 37 milion për qeverinë e Edi Ramës, prit. Shaban Kozmaj nga Amerika, më shkruan që kjo drejtësi është bërë që të mos ketë drejtësi. Po? Ta shi se që shkruaj Kozmaj atje, ta shi të bëjmë mua betë burës, ne të shkruaj Kozmaj atje. Jo, që të mos ketë drejtësi, të është bërë që të mos ketë drejtësi. Vazhdo. Unë po të them, ajo puna pagave, ajo ka një, i loj, si të thush, ka një nga smirë se kosë të tota i thë? Jo, edhe për mu, për qytetarën, që këto njerës nuk duhet të kërkojnë këshu, nuk duhet të kërkojnë me këtë loj imponimi, me atë loj formë, por që i takojnë si gjithë tjerët i rritën pakët. Nuk ju rritë ka 37, leti a rrisin 17, po nuk kanë... Të vetja vete, kanë që të vetja vete. Prit më burë, prit, se për të them. A shue ka ligji? A di pse pra, se të thash, gjykata kushtetuese merë 9 milion, të thot ne marim 6, duhet marim dhe ne 9. Që në mëndje e do shqiptare këtu nuk ka një krim, po në mëndje në një etike, po e ze morale, politike, ti mund të kërkosh me njërë më të moderume, që ti hekësh armët dhe atit, që e bënd populizm këtë punë, e thot 37 milion e shumë. Se kjo punë mund të mëllët edhe me 10 milion. Po unë drejtësis dhe t'i ipshe, jo 37, 67. Si 67? Po, prit, jo thjesht për pagët. Për të shtu numrin e punojzve, për të rritë, për të zgjeru hetimin, për të bërë godinat e gjykatës, për të pas mundësi me i kualifiku këtë njerës, për të pas mundësi me rritë numrin e magistratve, që këto e mbajnë të shtrënguar. Ore, kjo e mbajnë të shtrënguar dhe numrin e magistratve, se dënë të filtrohen vetëm ato që janë njerës të vetër. Edhe kjo është krim, me këtu bashkomi me këtë. Atje, hape atë magistraturën, konkurojnë gjithë, sa pëse konkurojnë, 18 vetë, 20 vetë, 20 vetë, 200 konkurojnë, ka me mira dje me vajzë Shqipëria. Po i deltit jashtë kontrolit, ka vu filtrat e vetë që duhet përfundoj. Ta bëjër këtë punë, kjo bëhet mirë drejtësi, ti api ato pare për godinat, për drejt, për shetan, për gjithë to që të kenë mundësi ato njërës të tojnë, dhe të kenë mundësi.
të kenë mundësi të mos ankohen, sepse ankimimi që bën ai që ka për drejtësinë, është një lloj dobësie për të justifikuar papunësinë e vet, pazotësinë për të bërë detyrën, se një pjesë për aty në mund të nxjerrin parat edhe në mënyrë tjetër. Ndërsa unë do të them, do t'jap parat, do t'jap godinën, do t'jap mundësinë, po do të përgjoj. Si përgjoj? Po, do të përgjoj në kuptimin, ka gjithanë, do të kontrolloj, do të bëj. Që ti të mos shkelësh ligjin, që ti të mos korruptohesh. Pse? Po se të kam bënë një privilegj, dhe nga e drejta e privilegjit në çdo administratë publike derivon dhe drejta e detyrimit që se ka një në punë si thjesht. Pse? Pse ti kam bënë 9 milionë? Pse i jep aty? Që mos vjedhin, që mos korruptohen. Prit pa prit. Kontrolloj qeveria gjykatën. Kjo koncepti për administratën klasikën gjithë botë. Kontrolloj qeveria gjykatën po thotë. Mas në ato tjerat janë koncepte morale. Unë më them, kjo është koncept administrativ. Unë të jap rrogë të lartë, të kërkoj detyrim të lartë. Po kush e kontrollon? Pra po themi, se drejt saj po shkojmë. Se po tjetë që puna rrogës aty. Që ka 10 herë më e madhe se rroga këtij. Nuk ka moralere, nuk qëndron në një shoqëri. Po thot Rama pra që unë t'jap rrogën, unë të kontrolloj thotë, dhe tu rrogën. Pra po të them. Unë po mënoj me shpjeguar se si ndahet administrata në botë, si segmentohet, edhe pse i jepet disave pare, më tepër dhe ka moral për t'i dhënë pare. Nuk i jepet tu, o burri mirë e Drama, o Berisha. Jipet se të kam dhënë një detyrë caktume, të kam vu ca detyrime caktume dhe do rish brenda një suaze të caktume. Për këtë punë jipen këto pare, jipen këto shpërblime, jipen këto privilegje. Ja, se pra dhe po them, drejtësia në përgjithësi nuk shkon mirë. Ky segment që ka dhënë ca hapa pozitive, kësaj t'i bin gjithë, kupto, politika ka dy krah. Pse? Kam frikë nga këto kanë, ka e gjykatë si kjo është atje në gjykatë lartë, s'ka frikë. Për dhe Bushati që nuk ka frikë. Edhe hallin dash nuk e kam për dhe, kam për këtë segmentin. Preqi me Bushati. Ora, unë ka që për thonë se thash 2 herë. Preqi, a mund të themi sot, se këtë s'ka pëse da diskutojmë, se ti do të thuash një të një dhe Bushati të gjenë që ka vetë. A mund të themi sot që kjo reforme pompuar si zgjedhje madhore për Shqipërinë ka dështruar në objektivin kryesor dhënien e drejtësisë. Iq spakun. Iq e spakun. Por kjo, gjdo kush mund ketë një opinion për këtë gjë. Edhe gjithë se kush e mështetë... Opinion të po kërkoj tani. Disa dhëna, disa fakte që janë një orë. Ram dakord këtu, që kur folën që problemet e drejtësisë, problemet që ka kriju edhe drejtësia tani, janë stoqët, që duhet ishin rregullu me kohë dhe ka filluar rregullimi, sepse jo më larg se para pak ditësh, rreth 48 ndihmës gjyqësor, domethënë kanë filluar punën dhe kjo mund të kishte nisë më parë, sepse është parapar, ka qenë parapar që vetingu do krijonte boshllëqe. Dhe ky është një defekt i madh administrativ, që ata që kanë pas për detyrë ta parashikojnë dhe ta zgjidhin kohë ka qenë Ministria e Drejtësisë dhe Parlamenti. Me vonesë, sigurisht është kryer, po zgjidhet. E dyta ka të bëjë me këtë numrin e madh paraburgosurve. Kjo është një plagë, është domethënë një rast sui generis rasti Shqipërisë, që ka më shumë paraburgosur se sa të burgosur. Dhe këtu duhet ndërhyrje urgjente, edhe ka rekomandime nga Këshilli i Evropës se si këtu më shumë i ka bërë që mbron ti. Shumë mirë, po pra po them. Se duket që ka bërë Amerika këto pas. Jo. Këto po bën një amnisti tash për ta liruar. Është amnistia e një. Ka disa vepra, mund vendosin disa rregulla që kur mund paraburgoset, sepse edhe ta lesh tjetrin në gjendje paraburgimi pa vendim formës prerë, kjo është një padrejtësi. Ato pra masat e sigurisë me arrest me burg duhet të jenë të justifikuara, duhet të jenë në kohë të përcaktuara. Këtu duhet ndërhyjë vetë parlamenti apo jo. Sepse mund të marrë vendime, mund të miratojnë ligje që diktojnë disa standarde që ti nuk mund të ambash tjetrin para burgim pa fund, ose ka plot vepra penale që nuk duhet të jenë fare para burgim. Pra këto janë sigurisht probleme që kanë qenë dhe më parë, por kanë dalë pah më shumë tani, për shkak edhe të boshllëqeve që janë krijuar dhe për shkak të një lloji vëmendje që ka marrë më shumë drejtësia nivellet e larta se sa kjo drejtësia poshtë.
Ama thënë këte, nuk na lejo të jemi në disi spekulativ, po themon, dhe populist, duke i ndam përqindje. Nuk ndahet në përqindje. Puna drejtësi, jo, sepse ka gjë drejtësia është korporat unike, por ka shkallë. Se është unike. Dhe, jo, sepse tu Spaku ka një kategori njerëzish për të hetu. Gjukatat dhe prokuroria poshtë ka punë me njerëz tjerë. Jo 93% e njerëzve kanë punë me gjukatat. 97. Po s'ka mos e shumë, unë ti s'kemi... 99.7. Por kjo është pjesë e popullsisë, po jo gjithë kanë punë me drejtësi. Po edhe 0.3% që mbledh Spaku, një minutë më preq. Edhe 0.3% që mbledh Spaku, nuk kanë punë me Spakun të gjithë. Shumë pak kanë. Mund të jetë 0.01%, se nuk janë të gjithë. Pra ti po thua tani një minutë. Mos e ngatrojmë. Unë, popullsia shqiptare, në këtë rast ndahet në dy pjesë. 0.3% e popullsisë shqiptare është në këndin e vështrimit të Spakut, në kontrollin e Spakut. Një minutë mo. Po s'po e shaj ligjin më burë. Por 99.7% është të drejtësia tjetër. Dhe unë dhe ti zotrote jemi të kjo. Si e kjo Spaku. Jo, po nuk varet me përqindje. Nuk është ndarje me përqindje. Këtu ka e gjëjullë, që ti bishë shkurt të një. Bishë shkurt. Tu kemi një drejtësi, e cila, si që e thanë edhe kolegët tu, e tha edhe Dash, e tha edhe Rgjysje, në një aspekt, po bën histori për atë që ka qenë mollë ndaluar në Shqipëri dhe këtë duhet ta pranojmë. Ti pranojmë dhe këto që thamë. Po i kemi thënë më këtë dhe ti thu mbron këtë, Bushati mbron tjetër, nëse ne nuk e themi, detyrojmë bët Bushatin të mendoj të duke e pa drejtësin, se du të kuptojmë dhe si ku fle lepëri, se kështu të mos bëjmë si kur s'kuptojmë. Duke e pa drejtësin tani si korporat unike, tu kemi një foshtë, ndeshme e gjithë. Tu kemi foshtjen, kemi dhe ujnë, tani çdo bëjmë ne, do heqim ujnë dhe do lejmë foshtjen, apo bashkë me ujnë dhe heqim dhe foshtjen vetëm në gjithë po këtu nuk Shqipëria nuk është maternitet, preç. Jo, për kjo është maternitet. Kjo është... Kjo se ti nga këtheve në maternitet, po e kuptoj, po nuk... Edhe unë figurative është dhe imja. Figurative është dhe imja. Pripa, figurative gjithi vejmë një loj kapaku që duhet... Ja të javër preqi se e ndërpremë. Kapakun e ti dhe ti kapakun të... Prit, që duket si diskutim teorik, jo me statistik, me përqindje. Spaku është ndërtu për të godit korrupsion e lartë politikisht. Dhe krimin e lartë. Pa pra, është një loj... është një loj hanxari giotine. Edhe nështë ajo shumë e këndshme. Po që është përdor, po thuj se në të gjithë vëndet në cilët nuk funksionon demokratia. Ka fuqi, më shku... Ka fuqi, ligji normal. Kur është bërë Spaku? Rumani, Kroaci, Kosovë, dhe dhaja me Spaku është bërë, që e gjykata speciale s'ka rëndësi, dhe të të në Macedoni që u largohaj... Jo, kretarja e Rumanisë mundi të mbledhë Rumunin vetëm në Bashkimin Evropian. Atje po të them, në Itali me manipulitet që ndryshun sistemet politike. Dhe prane është bë, mos i vejmë 200.000 emra, bëjnë sigur se kuptojnë. Për këtë punë, dhe kam frëgë vetëm për këtë punë. Ta mbyllë preqit, lutem. Mbyllë preqit. Mos e trajtoni si atë normale. Dashi, ta mbyllë preqit. Duhet rregullohet çështja e stoqeve, një, me urgjencë. Duhet rregullohet me urgjencë çështja e paraburgimeve. Ka zgjidhje. Paraburgimet kryesore Spaku i bën? Jo, paraburgimeve. Numra, pakicë absolut. Ka pse mati tjetër 6-7 muaj pa hetu. Janë 1% shumë e vogël, shumica dërmuese janë prokurorit. Po, shumica dërmuese janë këte, se këte është populata. Kjo duhet zgjidhet çështja e magjistratëve të ri, me urgjencë. Duhet ruajtur. Ore ti po bën reformën tani, se kam pyetje unë këtë, a duhet reformë e re? Reformë. Po jo, po ike, po a më le të bëj pyetjen. Duhet ruajtur foshnja që ka kriju. Atere të ruajmë foshnjën do të thotë reformë të re. Të ruajmë Spakun, hetimin sferat e larta dhe kjo të spasot. Do me thënë, as të kuptova, ti pas këtë drejt. Ti pas këtë drejt, ti kërkon heqjen e ujit, të ruajmë foshnjën. Të bëjmë maternitet të ri, po foshnjën të ruajmë. Të ruajmë foshnjën. Dhe maternitetit beti ri. Kjo është një shprehje figurative. Po pra, me figurë po e vazhdojmë pra.
Këtu ylli që të mos... Atëre, a duhet për ta mbyll? opozita dhe pozita të bëjnë reformë të re? Zoti Ylli, e gjithë lufta që kasta politike në Shqipëri i ka shpallur gjoja e drejtësisë, në fakt është luftë për të ndalu drejtësinë në burim, që është hetimi. S'ka hetim, s'ka drejtësi. Ka e kanë krijuar më burë. Një. E dyta këtu, edhe në këtë nivelin e GKK-ove, duhet bëhet diçka më shumë, sepse këtu drejtësia nuk po finalizohet, hetimet po zvarriten, ka dhe strategji vonese, nuk e di... Preç, a duhet reforme re? Reforme re? Po. Dhe ka dështuar kjo, jo. Jo, s'ka nevoj për regullime. Gjë, në që se me leon, Ulsi Manja pas a thënë tash që thot që... Mere ka thënë, sot. Po pra, sepse thot që duhet të ndërhymë se s'bën, nuk mund të lejojmë të gjënë e gjykata nuk mund të thejë noter, dhe vërni gishtin kokë, thot se për ndryshën e do ndërhymë sistem. Pa këj kërcënon sistemin e drejtësisë. Dhe sepse ka turp të thot reforma... Jo, po se ka këtu hallin a i mërë. A i ka hallin se po e tojnë Ulsi. Po këtu më e ka. Reforma ka dështuar dhe nuk thot do që unë kam dështuar në reformën drejtësi. Ylli, unë pak në kështu e shof, unë lexoj kështu. Më me ti lexoj ata po shumë, përpiqen. Po ne na lërë dhe ne ta lexojmë se si. Po mirë, dakor, Treçi e lexoj. Dakor, them. Nuk ka nevojë të ndryshoj asgjë. Okej. Them mendimin tim. Këta po përdorin, fal. Jo, shikoj. Ka nevojë. Po thonë disa ndryshime pra që i bere ti. Patjetër. Po ti nuk i njeh si një lloj si Rama, nuk i njeh si ndryshime këto. Të reformë. Jo, ndryshim. Jo, nuk i njeh se duhet ndryshoj reforma. Me aq sa përmendet ti preç, të bëhet kjo, të bëhet kjo. Te janë 7 pika. Po bën këto 7 pika duhet ndryshoj reforma preç. Duhet bie reforma. Jo, ma jemi ti s'do që të bie. Okej. Çfarë duhet bëjmë? Me shtu njerëz në drejtësi s'bie reforma. Me ul numrin e paraburgosur s'bie reforma. Pse bie ka reforma? Me rrit kontrolin ndaj magjistratëve, nga i kanë ata bile, kanë inspektorin e lartë drejtësisë, nuk di si e bën punën, s'bie reformë. Si me ul kon, do me thënë sot, po të bënim një skenar imagjinar dhe të nxirrnim nga burgu se kanë nga i që kalben atjer, Jon Veliajn, Ilir Metën, po të besoj më njeri ty që këtu ka drejtësi, se këta me burgosin e atyre po mbajnë. Gjysmat pa fakte fare. Me ato po mbajnë. Po dollën këta, se edhe mu qëpim duket. Qa s'kam thëmë për Erion Velien, po që tri buri botës një vit më burë tani pashkun gjyq. Po e pat spakun byllur këte gjitha bie. E keni pak si ja i ke dhe në... Se mos rridhe Erione. Jo, kam thënë dhe erë tjere, dhe me thënë që kuja jep, jo pëse të ngrohët, jo pëse të ftovët, tu ka i gjë që du të bim dhe akord një gjë. Do vazhdoj Shqipëria të ketë një institucion që heton korupcionin dhe krimin në sferët e larta, apo jo, pik. Po jo kështu të ta. E mi nuk të mi hekto, po si bëhet ndryshe? Ata sa më shpejt të shpëtoj Shqipëria nga ata që më mirë mo. Nuk është publiku. Shiko, problemet që po bëjnë këta? As publiku, as ndërkombëtarët nuk janë me këte. Pavarësisht se publiku është subjekt. Unë ty, shpesh, prandaj të kam respektu, se ke pas fuqit në bashkë qëndrime edhe kur shumica ka menduar ndryshe. Do të thotë kjo që mendon publiku, unë mendoj që shumica mendon si unë. Dakor. Për te pikë, shumica mendon si unë, e kam bindë të gjitha. Por dhe po të mos mendoje... Ideja është tu që kjo që thotë Ulsiu për mu zbulon ku e ka hallin Rama. Pra Rama po përpiqet të përdor dështimin e drejtësisë të kjo pjesa e qytetarëve për të ndryshuar sistemin me qëllim që të godas të pjesën tjetër që i dhe Bramës. Kjo është probleme. A duhet reformë... Këto pra i thot, kemi dështuar edhe bën si lepetitu. A duhet reformë e rëndrejtësi? Me 3 fjali. Për mua... Minut dash, jetë lutet. Do të thejmë... Pjesi me radhë. Për mua, po. Por, kush do ta bëj? Po e morën dorë këta vetëm do ta shkatrojnë dhe këtë që është arritur. Kështu që më mirë kështu si është. Ambasadat amerikane prapë. Po jo, unë po them. Ti po thua gjë shumë çuditshme. Ndërkombëtarët këtu e kanë bërë lesheli për 30 ca vjet. Rregullimet janë reformë. Jo, shiko, në qoftë se t'ja varim ujkut të qafë, por se këta... Atëre kush të vi? Por në trik shuzi është... Jurikimi? Po më të vi më jurikimi më burë, që i nati keme këtë. Jo, mos kam asin... S'kam i natë unë më dha, nuk kam i natë. Ja ta themu që i nati kam. Ja, i ka i natë. Ja ta themu që i nati. Pas ka i natë, jetë të thot. Ja që ta themu që i nati. Jetë të thot. Se këtë drejtësia që i vareshin poshtë mini fundit nga dumanit gjithë jurikimit,
ata nuk ishin prokuror që mundet qoftë dhe tetonin ato tigrat e Vlorës që ju rikimi me Ballukun na bëri të paguim sa frëngu pulën. Po, thoshin këto janë të Amerikanëve, aty symne. Po do pagu dhe haras për drejtësin, mor burr tash. Dhe Qofse marrim jo, dhe këtë drejtësi Jurikimi, pushati Zoti Ylli ka bërë një 10 emisione për bankers. Ambasadori amerikan. Po pritë tani. Po edhe prokurori Prishme hoqi nga punë. Po si dakord tani? Dakord. Po puna ashtu që ne na kanë vjedhur të gjithë. Bankersi është produkt... O mos na vjedhë asnjëri, po le na vjedhë. O mërtir, bankersi është produkt ambasadаш. Dhe është 10 miliard euro. Vjedhja në tokën shqiptare. Po të lutem shumë tani. Ylli, dakord, po ne... Jo, nuk jam dakord. Dhe në reformën në drejtësinë ndërkombëtarët kanë rolin e madh. Ata e kanë krijuar. Por nuk kanë bërë drejtësi perëndimore. Thuaj tani se ti. Po pra, nuk kanë bërë drejtësi perëndimore. Në perëndim kanë drejtësi të vërtet. Pse se bën këtu? Nuk e bën se nuk bësh. Po sepse duhet bankersi të ndërtojnë këtu edhe atyre. Po dakord. Ju duhen tjetri. Ylli, jo spak ket, po sikur të çmendet Edi Rama dhe t'i japi gjëra të paligjshme Kushnerit në Zvërnec dhe në Sazan. Mendoni se mund të ketë ne nga këta lapangjos të spakut që të jetoj dhëndrin e Donald Trumpit dhe po së drejtësi kjo. Së është pra drejtësi. Është situata hipotetike. Jo të dhe... Si hipotetike, po në sola situatën e në ka ndodhë. Lun dhe jurikimin. O zotri, po pëse tua hipotetike? Ti mendon se është... Bankersin të sola rastin ku ambasadori Shtetit Bashkuar të Amerikës i shkoj prokurorit në zyrë dhe hoqin nga puna për bankersin. Dhe bankersi është vjedhësimi madhë Shqipëri. Bankersi është vjedhësimi Bashkë me ambasadorin. Bashkë me ambasadorin. Po sigurisht. Po, ministrat e Shqipërisë, kryeministrat e Shqipërisë, kush i firmose këto letrat e bankersit, ha? Për këtë e paske gjeti 2 armiq, bankersin edhe ambasadorin. Ka i mora të. Po pse ku ishe bankersin? Karaibe, këtu pra ishe në fjerë. Kjo është hipotetike. Kjo është hipotetike. Po më bëjnë vretje, një sekundë. Po më bëjnë vretje që kur flasin gjithë njerëz nuk dëgjohet. Si tankersat e Ballukut dhe të Jurikimit dhe Donald Lujan. Pra, shëmbulli i tretë do jetë i ngjashëm, se kemi 2 shëmbuj që kanë parë. Ajo e bankersit po hetohet. Ambasador ka qenë po heton spaku. Kur mo? Bankersi, ko marri pas vjellëve, por lekët mo. Por lekët ka nikur gjitha. Kur ka ndodhe jo spaku... Ore, vetëm shqiptarët, ore, ne shqiptarët e kena këtë loj shitalliku ndërkombëtar. Na vjellin të hujnë, ne nuk vjellin vetë. Ne i lujmë venë. Prit. Po mirë bankersin, kush e ka firmosë? Po unë i kam faqë që s'ka vjetër tja. Mos ka vetë asnjoni dhe. A i kanë firmosë shqiptarët, apo amerikanët? Shqiptarët e Bramati, për një ambasador, për një biznesmen është i korruptuar në thelb. Nesër mund ta mbylli dhe për një politikan. Problemi jotë është që ti do që o ti vetë gjitha në kanë kështu 100% sakt drejtësia ose për ndryshe është 0. Po më dha, unë po them, edhe po ta pranoj, ta zëm se po na vjedhin amerikanët, po e marrim kështu. Në rregull më dha, më mirë na vjedhin vetëm amerikanë se na vjedhin të gjithë më. E di si e thotë një politikan i lartë që thoshte para ca vjetësh. Çerkeni mër me filanin se 2 vrasje ka bërë gjithë jetën. Po pra. Ore po vrave 2 herë je vrasës më. Dakord më. Po ke bërë 2 gjyqje të. Dakord, po ne duhet je gjyqtari korruptuar. Kjo drejtësia re, dakord, e ka lënë 2 vrasës, por ama ka kap 100 vrasës tjerë, ti thua se kapi këta 100 tjerët. Gjinish dhe qetësi këtu se ka kakofonim shkruajnë dhe nuk dëgjohet. Gjinish, ti si mendon tani reforma duhet e re apo jo? Po, unë mendoj që reforma duhet rikonceptuar, sepse në këtë formë që u bë ka dështuar totalisht. Ka nevojë për mekanizma të ri, nuk ka nevojë vetëm për njerëz të ri. Ka nevojë për ndërhyrje, për kompetencë, ato që përmendi edhe zoti Sheh dhe zoti Preçi. Megjithatë, nëse më lejon një koment shkurtër tek ajo zallamahia madhe që u bë kakofonia tani në studio. A vjedhin tuajt apo vjedhin e sigurisht që është vendi jonë. Ne jemi përgjegjësit kryesor për korrupsionin këtë vend. Nuk diskutohet. Por ka dhe gjë tjetër. Që ideja që kur na vjedh dikush nga ambasada amerikane, e cila është alati më i rëndësishëm i Shqipërisë, ne duhet mbyllim syt, kjo është gabim. Nuk është qasje liberale, nuk është qasje demokratike. Kush e tha? Ja, një minutë. U tha aty në studio. Po jo, s'u tha shumë. E tha për dashje. Po jo pra tani se ne të shkojmë vetëm vetën tonë. Nuk e tha askush, po e hipotizoj unë vetës. Jo.
Po e them unë s'ka O gjë. zotëria, ka mos Po e them unë, rasti s'ka bankersit është nga rastet Më flagrante, janë miliarda Dakor, euro. nuk po Dhe them. këtë ka bërë ambasada. Pik. Dakor, Dere tani këtë nuk bisedë. po them jo. Vazhdoj. Jo, ju lutem, jo kakofoni. Ju lutem. Po e kam Ju lutem gjinisht, ju lutem. Të mos ndërpres bisedën. Mbaroj mos u bë shumë kakofoni o bu. Po pra. Sepse edhe ky dështimi i kësaj reformës, aq sa ka dështuar, nuk duhet ta anashkalosh faktorin ndërkombëtar, mos se ne rrim gjithmonë ke ideja këto prokuror kemi, këto njerëz që votuan. Faktori ndërkombëtar dha garanci për këtë reformë dhe është përgjegjës për dështimin e kësaj reforme, se e shtyu rrot deri në momentin e fundit. Dhe nuk mund të thua ashtu. Sigurisht është pafësia jonë për të krijuar institucione pavarëse. Sa ta bëj perndimore dhe bëri lesh. Këto villon, Marti. Tani, unë them që ka që ishim... Bim këtë merë me botë. Po që do bëjë ndryrje që faktori ndërkombëtar Po jo, pa dhe na ka bërë mirë? nuk po më kupton fare. Drejtsinë e vetë faktori ndërkombëtar, të lutem. Nuk jam duke mbrojt faktorin ndërkombëtar, më burr, fare. Jo, ta mbaroj unë, edhe ti fol. Po. Faktori ndërkombëtar, drejtsinë e vetë, e ka të mrekullueshme. Drejtësia Po normale, se për vendin e tyre janë gjermane. Që mbaret nga Jo, po në raport me ne, më burr. Me raport me ne, po. Në raport me ne, ka shumë mirë. Shumë mirë. Po këtu që bëri lesh. O Julli, unë nuk kam asnjë lloj Ojlo, po flasim të bëjmë... Këtu, Po le të mbaroj tjetri tani këtu. Po t'ja futim, hajde t'ja futim gjithë pastaj. Menderes. Unë jam aty dhe mua nuk po them, nuk kam asnjë lloj kështu, as për amerikanët. Çfarë ke ti? Çfarë ke? Unë po them që ne, dakor, amerikanët kanë fajt e veta, mëkatet e veta pafund në këtë vend. Por unë po them që kjo drejtësiere duhet ja njohin disa merita më burr. Patjetër që ka edhe ato që thotë. Po në emision tjetër më burr. Po mirë pra ne. Se ne po shtojmë këtu. Ne vëmë kandar më jo, se ti. Ore ti je njëri. Se ne nuk mund themi humi on fitojmë. Njëri mençur që merr pjesë në emisionin tani ti do të ndryshosh emisionin, ta bëjmë ndryshe. Të bëjmë emision. Ma bëre si herën e kaluar. Herën e kaluar kishte një njerëz që po më fliste për më fliste, unë e kisha thirrur, a do të vazhdojnë aktiviteti këtu, dalje në sheshe të gjitha. Ai po më fliste. Me pashë ndoqe. Ai ndoqe. Po unë besoj që jam brenda teme. Tema jote është, a është e mirë drejtësia apo jo? Jo, reforma, drejtësia është shumë e mirë. Reforma. Drejtësia, nuk ka gjë më të mirë se drejtësia. Reforma. Por reforma. Po. Dhe ti nëse vjen në Shqipëri dhe më thua mua, ti do ta bësh reformën, por jo bankersin, do vi ta vjedh gjithë në tokën shqiptare. Po. Ti do ta bësh reformën. Po, kjo nuk është drejtësi, është pa drejtësi. Po jo këtë tjetrën. Po pra, kjo është pa drejtësi. Jo ato anije të çaja që tha Bushati në Vlorë. Këto që Po, prodhin. kjo është pa drejtësi e vërtet. Po kjo është pastaj ti varësh shejbe dhe a duhen perndimorët të jenë më në këtë histori? Po më mirë, dakord më burr. Se të vinë të bëjnë gjërat e veta. Ajo po që po them unë. Tani ka sherifi, atje sherifi do bëj gjërat e veta. Unë plotësisht të që thua ti. Por nuk duhet të harrojmë që nga ana tjetër është bërë një drejtësi për ca gjëra të tjera alla që na nevojithet, na vlen. Kushta jo më burr. Mirë, ma këtë kaq. Ti tani kërkon që ne të themi këtë, po hajtë të themi kisha edhe debat këtë. me Po sa Bushatin. detyron njëri, më ne themi çfarë mendojmë. Unë e kisha me Bushati këtë mendon, më nuk ja themi dot Bushatit pse mendon. Gab debati on me Bushatin, hym debat. Se i filloi dhe telefonin tani po flet. Unë besoj ti ikim nga ky moment. Shumica gjërave dolën. U dolën. Kemi një pozitive. Kemi një pikë tjetër, shumica gjërave e përgjithshme është pozitive, thot Dashi. Po. Jo. Atëherë kalojmë një Berisha ka premtuar sërish ka premtuar rrëzimin prap e Edi Ramës në datën 10. Po. Do të mbaj një protestë datën 10 shkurt. Ja çfarë thot konkretisht doktori. Sinkron. Revolt dhe vetëm revolt. Kemi arritur disa objektiva. Jemi në kilometrin e fundit, prapë them. Jemi në kilometrin e fundit. Asgjë në botë nuk do mund të ndalë marshin ton. Jo. Ndaj dhe me datën 10, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë janë të ftuar për t'i dhanë leksionin e merituar këtij regjimi dhe kreut të tij Edi Rama. Strategjia e Partisë Demokratike është absolutisht betejë gjerë në rrëzimin e Edi Ramës. Edi Rama nuk ka më legjitimitet. Për çdo qytetar, ne shohim një zgjerim të madh të mirëkuptimit dhe jemi shumë të inkurajuar, shumë mirënjohës ndaj qytetarëve. Dhe shqiptarët janë të vendosur që të ndahen një minutë më parë me çdo çmim nga një pushtet i palijshëm si ky që është sot. Duke sikur doktori e ngatron vetë të fjalën se a njerëzit më të ditur në Shqipëri doktori është legjitimitet, thotë se është legjitimitet, apo e ndryshon me ngatron vetë. Nuk e di. Nuk ajo se e tha vazhdimisht dëgjova edhe sot. Tani,
Opozita e thamë do mbaj atë. Me dëgjove zoti Dashi që e tha doktori, pra ideja është që në këtë protest fillon rënia e Edi Ramës. Në fakt ajo ka filluar ka shumë kohë, që në çdo protest, ka zëra që opozita do ngrej çadër në bulevard. Ç'është mendoni për këtë strategji, po mbi të gjitha për idenë që Rama rrezohet në bulevard, si e mendon ti dhe nëse do ngrihet çadër a do vesh? Ti te çadër lulit ke Dashi? Me thënë drejtën, kam qenë me i çadër dhe merrte ujë, kështu që në çadër tjetër nuk shkoj. Merrte ujë ajo çadër e lulit. Se ishte edhe kohë dimri ashtu. Ka qenë në shpullë, me Atje një para punës, e dyta unë them që çadrat letë bëhet. Protestat janë një instrument demokratik. Absolutisht, protesta, mitingu, takimi, të gjithë revolta, që është forma më ekstreme që fatkeqësisht nuk është se po ndodhe këto. Atje jam dakord për këtë formë, por unë them që s'është e mjaftueshme. Plus i këto i kanë konsumuar kaq shumë këto protestat sa që i humbën inercinë për këtë punë. Ky thot me datë 10, po para 2 javësh që i protestë, pastaj do vi data 20. Ti premton gjëra që s'mrrihen, ai populli atje poshtë zgënjet edhe më duket sikur kjo është një strategji, një taktikë, se s'është strategji kjo fare. Elektorale, PD-s për problemet që kam brenda, për kongresin që do bëjmë pranverë, do t'i mbyllë këto punë të piramidës re politike aty brenda që s'ka asnjë gjë të re, se po ato do jenë, kuptohet, unë shoh një element të ri. Atje dhe do të vazhdojnë. Ndërsa unë them që opozita e vërtet është 360 gradë. Ka nevojë për këtë protestën, për këtë gjë, po ka nevojë për jetë parlamentare, për debat atje, për çdo ligj, atje një, ka nevojë për jetë publike në media në drejt shejtan, ka nevojë për raporte edhe me këto ndërkombëtarët që mund të mos i keni fort qejf, po sigurisht për geopolitikën që ka Shqipëria, janë të domosdoshme, mos themi që janë vendimtarë. Atje ka nevojë për të gjithë këtë punë, por ka nevojë për mbi gjitha që të rinovohet vetvete opozita dhe të ketë një projekcion politik, një program. Ku shkojmë ne? Çfarë afrojmë ne? Pse duhet na votoka ne dhe jo Edi Ramën? Kush është e reja këtu? Se gjithë thonë është ndryshimi. Kush është ndryshimi? Berisha prapë, për herë tretë. Po kjo ndryshimi, po t'je ke dënoti, mbaroj kjo punë, s'ka ndryshimi, ne mbaroj, kthehet mbrapsht situata. Kështu që pa u rinovu opozita vetë, pa prodhu ato shefat e ri atje që duhet i prodhoj dhe ka me goxha mjaft atje, kuptot, sigurisht që ai Rama e ka më të lehtë këtë punë. Tash unë për vete gjykoj që opozita shqiptare duhet ketë një projekcion madhor politik që ka të bëjë me shtetin shqiptar, me ringritjen e shtetit shqiptar. Jo me marë pushtetin. Kuptot, se ka herë ka në opozit njerë që lëngëzojnë se po vjedhin këto, se mund t'i vjedhshim ne. Jo mërbur. Së është kjo punë. Po që për këshullet të rrinë të gjithë, janë ajë natë e mje, se nështë janë ngop i pjesë, që su ngop kanë kurë. Kuptot, por që unë them, kush është shteti i ri shqiptar? Do vazhdojmë atë marrëveshjen e keqe Rama Berisha 2008-ës, që ka prodhu këtë situatë politike që e sot? Jo. Do të shkojmë të atakojmë kundër kushtetutën, atë marrëveshje që u bë, që e bëri kryeministri, e bëri kancelar, që eliminoi presidentën, që eliminoi balancën midis institucioneve, që e bëri që qeveria nuk bjen kurrë edhe me mandat atje me votim brenda në qoftë se s'ka një qeveri të re, që kryeministri që është dhe kryetari i partisë bën dhe listën e deputetëve vën rresh partinë. Do bëjmë këtë punë. Do bëjmë që ligji zgjedhor të jetë krejt i ndryshëm nga ky gjë sot. Do të bashkojmë Shqipërinë, do ta mbajmë me 12 provinca, sikur jemi Kina. Do të bëjmë një ligj që ka një listë kombëtare, që jep shans shqiptarit të votojë, atë që ka qef, që t'i japi shans partive alternative, partive të reja, të marrin atë që meritojnë, jo t'i përkdhelin, po të marrin atë. Se këtë radhë morën 200.000 vota dhe kanë gjysej 3 deputet. Edhe këto të mëllejt dajnë, si me thënë, votat e qytetarëve Shqipëri. A i binë dakord to për të bërë këtë punë të re? A do bëjmë reformën administrative, a do ndryshojmë ligjin për zgjedhjet lokale?
Atje se kemi që në vitin 2015 kemi dal nga reforma, pasaj dolem dhe nga zgjedhjet fare. Do të ja, sigur pushteti lokal ishte i gjët dorës dytë, kur është esenca, është thelbi. Karta autonomisë lokale është boshti më i madh mbi cilën rrotullohet sot Europa dhe projekcioni europian. A do bëjmë të i gjëra? Po. A do ambështesim dhe këtë drejtësin që t'i bjeri 2 palve majtës djathës pa pase nga bjenteu? Po. U mëllë me ca qëshe kërësor. Hajde t'i shkrujmë, bim dakord për këtë punë. Për në qopë se më thuti mund, sa herë kam qenë pushtetë, unë kam bët mirën, ka ardhë kuj, ka bët keqen, Shqipëria rifillon numërimin prap ka 0. Po së shkërë? Jemi për të ndërtu shtetin shqiptar, apo jemi për të nda pushtetin shqiptar? Se pushtetin shqiptar kam dyshimin që kanë kohë që ndajnë. Edhe këto, me gjithë opozitar bashkarisht. Do t'je, se po vjetë dita që përveç popullit thjesht opozitar të varfër, nuk qofë më. Do t'je. Që që këto janë tezat me cilat ndërtohet një opozit, por gjykimin tim. Mund të ke mund nga mund të ke ato drejt. Po pasaj qofë se ti më thua, hajde me datë 10, që ka marrë gjithë një dhe me datë 10 dhe me datë 20, dhe nuk është që di që të qojë prapë dhe me datë 10. Sa te me datë 11 e drama vesh atletet e qaj hikën, po djetë u talë me mu pësa. Kuptot e? Në i farë mënyre, kuptot e? Jo me mu, po me mira njërës që i gërthasin e bëjnë atje. Ta shi në qofë se do të vejmë një trajektore të re politike, do ndryshojmë qa gjëra, do ndryshojmë vetën tonë një rrath parë, sigurisht që i apim shpresë. Qëfar është do të thotë vija opozita? Për qytetarën e thjeshtë të vijë një gjë që ka shpresë, që ajo gjë është e keqe do bëhet e mirë, që ajo që është e zezë do bëhet e bardhë. Po në qofë se ti i afron po të njëjtën gjë, po të njëjtën faqosje, po të njëjtën personazhe, po të njëjtën leksik politik, po të njëjtën premtim politika i thotë, po i sojmë janë thotë gjithë palët thotë. Përse u dash ka bërë ky ndryshimi edhe vazhdon për inerci. Inercia mban këmbë gjithnjë pushtetet që janë fuqi. Dhe fatkeqësisht ky pushteti Edi Ramës, kuptoni, nuk është më pushtet. Nuk është administrim pushteti, ky ekzekutiv. Ky është një regjim. Dhe do përfundojmë si Bielorusia, si Azerbajxhani, si gjithë to me stan nga mbrapa, se nga jo bodvim ne, e post-komunizmit, edhe s'ka si të përfundojmë dryshe. Kështu që kjo është frika ime dhe prandaj bëj thirrje kolegëve opozitarë të marrin kurajën, që i thënë ca të vërtetat, të marrin kurajën, ndryshojnë vetveten një herë, ose që Rama është i korruptuar, që qeveria s'ka nevojë fare. Me thonë, e din të gjithë, për ditë po thotë, për ditë dalin letra, po kush e ndryshon këtë realitet? Kjo është e gjitha. Se këtu janë thyrë gjithë ligjet e politikës i herë. I njëti person thotë, kthejmë unë për herë 3, ka ndodhë për herë 2, është këthyrë Churchilli, janë këthyrë këta, pa 3 herë s'ka ndodhë dhe janë politikë botës, të që duhet me i vuaj amrat si qëtë. Kanë thyrë ligjet e politikës, kanë thyrë ligjet e biologjisë. Po pra, po këta herë është mision të tej. Po që do me thonë kjo mision e herë. Ero kjo fjalla mision e herë në politikë, ndash demokraci mu së pëlqe fare. Mendimi im, unë jam liberal pretendent. Që do me thonë misionare. Misionarët janë ca figura që vini nga kisha, e kishin ca qëllime caktume. Unë gjykoj që demokracia nuk ka nevoj për misionar. Demokracia ka nevoj për njerëz të ndërgjeshëm që ta pranojnë atë që është përballë. Nga këta misionarët i këtë patë keqë për herë. Që ta pranojnë si të ndryshëm atë që është përballë. Misionari ishte ky që u niste në Amerikë Latine. Misionarët të përgjithsisht të president diktator. Ore, nuk është ta mana shumë, po misionari në esens në vetë është ky që nisësh nga Spanja me bët krishterë, ato indian të shkret aty që kishin ato halë të veta, kuptot jo, dhe jam rritën me t'i bët, ca me liber, ca me shpat, ja bën. Që që fjalla misionar mund në politikë dhe në realitetin shqiptar. Misionari Enver Hoxha. Misionar, 20 vjetë bërë Shqipërinë, prodhoj njeriu në ri. Pa talent për te i kësaj se kjo batut. Unë po them, Partia Demokratike, që është shumica opozitës shqiptare, po desh me u rinovu, i jep një shpresë shqiptarve. Po desh me ndejtë që si është, aty do rri.
Do jetë streja për i grup njerëzish, do keni inerci, do thonë ne kontrollojmë opozitën, ne jena opozita zyrtare, por rëzumë atë, thotë, rëzojmë vetëm ne, në fakt, kam fryrë që disa prej atyne nuk kanë qëllim më rëzuat. Sepse janë rështu ke veni dytë, që ato skuadrat në kampionat atje që edhe, skuadrat dytë... Nuk është keq se në kampion quhet. Jo, po jo, Venderi. jo për UEFA, po i merë edhe vëndi dytë në UEFA ca fonde. Dërsa ne themi, të ndryshojmë, të rëgjojmë Edi Ramën, po të ndryshojmë... Përveç fondeve që ndanë e drama. Edhe këtë sistem politik... Dhe fonde tjera. Të ndryshojmë edhe këtë Përveç që sistem... luajnë qubi gjozë më qeftas dhe. Të ndryshojmë edhe këtë sistem politik, ti mund të marrësh... Gjinisht tua 5 fjalë ti dhe na pret poshtë pasaj për spir kafe. Gjinisht që se nuk është ndërprer, thua 5 fjalë për këtë gjë që thamë. Ore ti ke vajtur në një nga se ti ke marrë me politikë, vajtur në një mitinga në një gjë kështu jo. Këto mitingjet e opozitës tani? Jo, nuk kam vajtur. Po pse jo? Po sepse analizat që bën janë shumë të vjura sa ajo që bën opozita atje, sepse është fragmentare ajo që tha zoti Shej pak më herë. Opozita nuk bëhet vetëm në një fragment, vetëm një metodë. Megjithatë ajo që do thoja unë është kjo, për të mos marrë shumë kohë, zoti Rakipi, shqiptarët kanë ngecur midis pakënaqësisë qeverisë dhe mungesës besimit tek opozita. Dhe këtu fajin që kemi një opozit kaq të keqe nuk e ka vetëm Edi Rama. Fajin që kemi një pushtet kaq të korruptuar nuk e ka vetëm Edi Rama, po e ka dhe kjo opozit që e zgjat jetën me paaftësinë e saj Edi Ramës pushtet. Ajo që është sot opozit nuk është opcion qeverisës, duhet thënë. Kush do ta qeverisë? Këto do ta kenë gati ekipin, do t'i kenë gati. Këto kanë përfunduar vetëm e gjithë opozita shqiptare është mbyllur në qerthullin e kritikave. Po ku është programi? Ku do ta bëjnë ndërhyrjen? Se me të vërtet kritikojnë spakun dhe reformën në drejtësi, po këto nuk kanë dhënë akoma asnjë opcion. Se si e parashikojnë drejtësinë këto? Ku do ndërhyjnë? Çfarë do bëhet me shëndetësinë? Çfarë do bëhet me ekonominë? Dhe unë kam përshtypjen që, dhe bashkohem këtu në këtë pikë me zotin Shej, kam përshtypjen që kemi një opozitë e cila nuk do ta rrëzojë Edi Rama, se Edi Rama është më i dobët se kurrë. Duket sikur është shumë i fuqishëm, po është i mbytur, është më i dobët se kurrë. Por kjo qeveri, kjo opozitë nuk do ta rrëzojë. Nuk rrëzohet Edi Rama me foltore. Sigurisht gjitha kanë vlerën e vet. Po kush është oferta që ti i sjell popullit shqiptar? Kush është oferta që i sjell shqiptarëve? Njëjtët figura, njëjtët njerëz që janë të paaft të dalin në një debat publik me gazetar. Këta do marrin përsi për Shqipërinë. Unë jam krejtësisht pesimist në kjo pjesë, po jam thuajse i qartë. Kjo opozitë nuk kërkon ta hedhë Ramën nga pushteti. Kaq është. Nuk është që nuk ka mundësi të thith element të ri, kontribute të reja, njerëz pafund që ka Shqipëria që janë të gatshëm dhe t'japin, si thua, t'japin ndihmën e tyre, kontributin e tyre. Por këto nuk e bëjnë zotëri. Nuk e bëjnë. Në qoftë se do të pyesësh një njeri sot, cili do shqiptar, më thuaj 10 figura të pastra të opozitës, dhe kam fjalën kur tham për opozitën, flas më shumë për Partinë Demokratike për hir të vërtetës, sepse edhe ky është një problem tjetër, që partia më e madhe opozitare në Shqipëri akoma nuk ka gjetur gjuhën e komunikimit për të bashkuar me gjithë frontin opozitar. Akoma mendon se mund ta hedhë vetëm Edi Ramën nga pushteti. Jo, nuk e hedh dot. Nuk e hedh dot vetëm kurrë, pa bashkim. Edhe këto janë disa nga elementet kryesor të mungesës besimit që kanë shqiptarët e kjo opozitë. Nuk e shoh fare opozitën kërcënim për hir të vërtetës. Nuk e keq kur e them këtë. Gjinisht të falenderoj shumë për pjesëmarrjen për të dy pjesët. Do të jemi në emisionet e më pasme. Faleminderit juve. Bashkë kalojmë dhe një pleqë dhe mërtiri dhe bushadi. Çfarë ne hapëm në këtë moment për problemin? Shiko, i tha Dashi. I lash në fund ju për shkak se kemë folur vazhdimisht për këtë. I tha Dashi dhe unë nuk du ta përsëris që tha Dashi. Paka shumë ndaj, pothuajse 100% mendimeve që i tha. Do të shtoj vetëm këtë gjë që këto janë protesta politike. Protestat politike, një partie politike që është dhe parti parlamentar, kur nuk kanë sjellë në rëzimin e qeverisë. Ato sensibilizojnë, kanë vlerat tjera për të vu theksin të një problem ose të një gjë që nuk shkon. Edhe historia e Partisë Demokratike dhe historia e pluralizmit tonë këtë dëshmon që 2 herë që kanë rënë qeverit,
ka ndërën me protesta mbar popullore, jo me protesta politike të një partije politike. Edhe në 91 ishin sindikatet e pavarura që shkurtuan mandatin e Fatos Nanos, edhe në 97 ishte një lëvizje popullore, njerëzve që humbin parat në firmat piramidale, herë tjera jo. Qartë. Megjithatë, protestat kanë atë Kuptimin e vete dhe Rama nuk rrezikohet nga opozita. Rënia e Ramës nuk është në dorë të opozitës. Rama mund të rrezikohet dhe po rrezikohet nga trohet me kam të veta një në qoftë se vazhdon këtë që ka nisë kundër drejtësisë, sepse do humbas mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se dikujt kjo Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i duket si, me thënë, utopike, por në raport me drejtësinë aty s'ka Rama, s'ka asnjë. Është drejtësia, është një projekt amerikan, evropian, për fat të shqiptar, që nëse Rama do t'i bjerë dy fuqive që qëndrojnë prapa drejtësisë, ai rrezikohet. Sepse me një deklarat, me dy deklarata nga këto fuqit mëdha, ati i lëkundën shumë pozitat dhe nga hetimet e SPAK-ut, që ka hyrë në oborën e tij të vogël, dhe që do vazhdoje. Por, rrugë tjetër unë nuk shoh. Me gjithatë, që tha... Mërtiri dhe Bushati dhe konkludojmë. Shkurtimisht, ideja se do hedhim Ramën me ngujim është një lloj përpjekje për pëllidhje që bën PD në pamundësi për ta rrëzuar dhe shpik çdo herë nga një variant të ri të mënyrës se si do rrëzohet Rama. Në fakt ka një problem në gjithë këtë mes, pra ka një çelës se si rrëzohet Rama apo se si mbetet Rama pushtet dhe nuk rrëzohet, që është mbështetje popullore. Nëse ti ke mbështetjen popullore, atëherë cilën do nga mënyrat që të zgjedhësh ti për ta rrëzuar Ramën, ke për ta rrëzuar. Nëse ti ke masivisht turma, njerëzit që të mblidhen aty dhe janë mbas teje që të bëjnë çfarë duash, ngujohen aty e rrëzojnë Ramën. Po kur ti nuk e ke mbështetjen popullore, cilën do mënyrë zgjedhësh ti, ose dhe gjitha bashkë ti zgjedhësh, nuk ke për ta rrëzuar. Kështu që opozita është në këto kushte që nuk e ka mbështetjen popullore, kështu që çdo lloj varianti të ri që thot ajo si mënyrë e re për të rrëzuar Ramën është thjesht nul, sepse është thjesht demonstrimi i pafuqisë saj për të mbledhur njerëzit, për të bindur njerëzit, për të qenë besueshme tek njerëzit që t'i shkojnë pas dhe të gjithë bashkë ta rrëzojnë Ramën. Dhe pse nuk e ka kjo këtë? Nuk e ka këtë sepse kjo është opozitë e cila nuk e ka seriozisht bërit opozitë. Në fakt, unë nuk e quaj në opozitë, sepse shpesh herë thonë që po bën opozitë në opozitës, në fakt kjo nuk është opozitë, kjo s'është opozitë, kjo është mpushtet. Këta bëjnë pazare me Ramën, këta bëjnë ligje me Ramën, këta bëjnë marrëveshje me Ramën, këta bëjnë amnisti, lirojnë të korruptuarit me Ramën, këta marrin vulën nga Rama, këta bëjnë për të gjitha me Ramën, këta bashk qeverisin këtë vend, pavarësisht se ai merr llokun e madh, këta marrin në grynë të vogël. Në thelb vendi është pa opozitë dhe ky është problemi, sepse opozita që shtiret si opozitë ka zënë rrugën dhe pengon mundësinë që ky vend të lindë të prodhojë një opozitë. Nëse kjo nuk do ishte, vakumi do ta prodhonte një opozitë. Mirë po, fakti që kjo ka zënë rrugën, kjo e zëvendëson në mënyrë artificiale, pra kjo simulon opozitën, pra është një opozitë e simuluar. Dhe në thelb, mendoj që Rama nuk ka për të rënë me këto lloj mjetesh. Rama bie vetëm një mënyrë, nëse ti je i besueshëm dhe njerëzit besojnë, dhe kur njerëzit besojnë, do vinë pas teje. Njerëzit as votën nuk e shesin nëse besojnë tek ty, se nuk e shet njëri të ardhmen për 50 euro apo 100 euro sa jep Rama në zgjedhje. Kështu që gjitha kjo është falimentim dhe dështim i faktit që kemi të bëjmë me një klasë politike e cila ka një problem të madh, që nuk ikën, nuk dorëhiqet, nuk jep dorëheqje mbasi humbet. Nëse politikanët do kishin dhënë dorëheqje mbasi humbisnin, do zëvendësoheshin nga të tjerët, ata të tjerë do ishin të rinj dhe do ishin të pa përlyer me mëkatet e të vjetërës dhe si të tillë njerëzit do i besoheshin më kollaj se sa këtyre të cilët i kanë parë kur ka qenë pushtet, që kanë bërë gjërat përafërta me këto që bën Rama. Ndoshta Rama i bën më keq, por prap njerëzit nuk janë gati të sakrifikohen për të keqen më të vogël. Njerëzit janë gati të sakrifikohen kur shohin një alternativë e cila i bën ata të shpresojnë dhe të ndërrojnë se e nesërma mund të jetë më e mirë. Po ta lë Bushat ty se paron kjo punë. Që të konkludojmë, po. Unë do i bish kur se unë nuk i kritikoj këta të PD-s. Po në tënde tani, se çfarë? Ta që i kritikojnë e kanë nga dashuria, unë këta nuk i dua, as i kam votu në herë, as kam shku në herë, kemi tingjet e tyre, pra unë nuk du të përmirësoj diçka që është jashtë meje. Më pyet për Arlind Qorin, them mund të bënte një dy gjëra më mirë. Pas ke ata se këtu
kritikët më të mëdha janë ata që votojnë të opozitës, janë ata që votojnë për Ramën. Edhe në një që e do, po dënë që i vje keq. Unë sy as këtë para, as këtë ty të cu që po ja kursej vetes kritikën dhe opozitës. Unë besoj të nërruar të shiku se në ngon dhe interneti më duhet me shuptoj unë. Edhe pse jemi në kohë interneti. Po, Saliu do e këtë fajnë. Ja, Saliu s'ka fare internet. Internetin e kontrolor. Ky Rama, Rama e përdor, Rama e ka. Jella me kësi punë. Po, ne tani qef. 5 në 5 pjesë, 5 gjera që bëjmë bushat, 5 ishim për qeverinë. Dhe një për opozitin, që është nuk do të fletë, nuk fletë, nuk ka rëndësi. Jo, e thashti. Folën kolegët. Ndoshta s'duhet folur, mo të ri, kështu si që është. Mirë është. Po e më qarë ka Rama, po tjetë Qarë, vetëm Rama, po shumë njërës e kanë qarë. Tani, ndërër të shikus ka që ishte emisionin për problemet sotme, një falenderojmë, që në ndoqët. problemet dolën. Problemet dolën, si që thotë dashit, problemet dolën. Pozitive, shifemi javën e arshme. Natën e mirë. Natë.